Haga së bashku me disa qeveri të tjera europiane po shqyrton nisjen e procesimit të kërkesave për azil jashtë Bashkimit Evropian, sipas një letre të qeverisë holandeze drejtuar parlamentit. Në gjithë Europën njerëzit po kërkojnë zgjidhje të besueshme dhe funksionale për të rimarrë kontrollin mbi migracionin, tha Bart van den Brink, së vendës kryeministri i Holandës dhe ministër për azilin dhe migracionin, duke shtuar se këto zgjidhje po marrin gjithnjë më shumë formë dhe është treguar se janë juridikisht të zbatueshme. Qendrat e kthimit janë një element i debatueshëm i reformës së madhe për migracionin, të paraqitur vitin e kaluar nga Komisioni Evropian për presionin e qeverive të djathta në gjithë bllokun evropian. Ideja është të shmanget qëndrimi i migrantëve për periudha të gjata në një vend ku është refuzuar azili për shkak se vendi i tyre i origjinës nuk pranon të riadhesoj ose për arsye të tjera. Ngritja e qendrave për procesimin e kërkesave për azil jashtë BE-s ndjek të njëjtën logjik duke i dhënë përparësi hyrjes së migrantëve, kërkesat e të cilëve janë miratuar. Qendra e parë e kthimit jashtë Bashkimit Evropian, vendodhja e së cilës ende nuk është bërë publike për shkak të negociatave në vazhdim me disa qeveri jo anëtare të BE-s. Sipas planeve, azil kërkuesit të cilëve u mohohet mbrojtja mund të transferohen jashtë BE-s, ndërsa bëhen rregullime për riadhesimin ose zhvendosjen e tyre diku tjetër. Iniciativa nuk po ndiqet vetëm nga holandezët, Greqia, Gjermania, Austria dhe Danimarka janë gjithashtu të interesuara të bashkohen, por Holanda po shqyrton gjithashtu nëse kërkesat për azil mund të përpunohen jashtë BE-s përpara se migrantëve t'u lejohet hyrja në Europë. Danimarka, Malta dhe Suedia po e shqyrtojnë gjithashtu këtë propozim. Sipas një diplomati të BE-s që citohet nga Politico, i cili foli në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, Holanda po bashkëpunon me Danimarkën, Maltën dhe Suedin mbi opsionet për procesimin e kërkesave për azil jashtë Europës. Italia ka një marrëveshje të ngjashme me Shqipërinë që nga fundi i vitit 2023, por modeli italian mbetet eksperimental dhe është përballur me disa sfida ligjore. Qeveria holandeze informoi parlamentin gjatë fundjavës se nuk sheh pengesa ligjore për ngritjen e qendrës së kthimit dhe të qendrës së jashtme për procesimin e azilit pas një shqyrtimi juridik të kryer nga Instituti Kërkimor Klingendael. Ndërsa qeveria ende nuk ka bërë publik vendodhjen e objektit, bisedimet me disa vende kandidate janë në vazhdim dhe një marrëveshje për ngritjen e tij ka gjasa të shpallet brenda 6 ose 7 muajve të ardhshëm. Sipas të njëjtit diplomat, shtetet e Ballkanit Perëndimor janë një mundësi, duke patur parasysh afërsinë e tyre me Europën dhe bashkëpunimin ekzistues me Brukselin për migracionin. Shqipëria është një kandidate kryesore duke patur parasysh marrëveshjen e saj ekzistuese me Italinë. Mundësi të tjera mund përfshin Bosnjën dhe Hercegovinën, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat kanë kërkuar lidhje më të ngushta me BE-n dhe tashmë presin rrugë tranziti për migrantët. Por kuptohet që edhe Tunizia ose Egjipti mund të kontaktohen për shkak të marrëveshjeve ekzistuese të bashkëpunimit për migracionin me BE-n. Disa vëzhgues kanë sugjeruar gjithashtu krijimin e partneriteteve me vendet në Afrikën subsahariane, megjithëse marrëveshje të tilla ka të ngjarë të përballen me sfida të forta ligjore. Ideja nuk është të krijohet një spektakël politik, por të bëhet puna reale juridike në mënyrë që kjo të funksionojë dhe të jetë e qëndrueshme, shtoi diplomati. Nisma e qeverisë së kryeministrit Rob Jetten vjen në një kohë kur institucionet e BE ndodhen në fazat përfundimtare të miratimit të një projekt ligji për migracionin, i cili lejon ngritjen e qendrave të kthimit. Një marrëveshje për projekt ligjin pritej të arrijej më herët gjatë këtij muaji, por është shtyr për shkak të negociatave intensive të minutës së fundit. Qeveritë europiane kanë hasur vështirësi prej vitesh në reformimin e rregullave të migracionit, pjesërisht për shkak të parimeve të sanksionuara në Konventën Europiane për të Drejtat e Njerëzit. Megjithatë, më 15 maj, 46 shtete anëtare të Këshillit të Evropës kërkuan që këto rregulla të lejojnë politika më efektive të migracionit.